Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë Klan Serbia pas vitit të ri me 1 janar. Të ndëgjojmë banalistat në Klan Serbia, e lutem. Shkojmë. Shtesa për këto, ajo 700.000 njerëz i ka prek me këto tema. 770.000 vlerësohet sot në një mënyrë ose tjetër. 700.000 njerëz i ka prek me këto tema. Edhe këta 700.000 njerëz nuk janë të e kuptu që janë të ra në grackën e fukarallakut serios. Gone mirë. Edhe ekonomik, edhe zhvillimor, e që besa edhe mendor. Gone mirë. Shtesat për këto, Që besat edhe mendor, do më thonë 50% popullit, e qojten jo mirë mendor. Me një fjallë tranum, qmendon. Miq të dashur, si ka mundësi gjithë kjo mlef, gjithë kjo rrejtje, a ti kështu më tregu. Ku një njeri, një kriministër e do në populli, i hap votën 50%, 50% e ma shumë, edhe më që një banalist në Klan Serbia, mi thonë këto fjallë me të vërtet. Por e kanë kotë. E kanë kotë që sot flasë që shtët veç për pjetë Albin Kurti. Dhe ose Asmani. Veç për pjetë kanë me shku. Sot për në Albin Kurti që shtët, përnëm për popull, të shpërdojnë pare popullit, se pe popullit për merë. Do të minimu popullit, shtrejtimet, pa tjetër. Kështu që këtë njerë në nuk mundë me thonë që i keqë. Po s'kam fajta, ati pse, miq të dashur, se ta e mësue, me marë për thmit vetë. Vetëm për thmit vetë, jo për tjertë. Ta e mësue që për deputet. Për arsim, mjekësi, polici, mi dhonë rrogat e mëdhaja. Për popull, ja. Kështu që miq të dashur, unë s'kam fjallë. Kush din, letëm shkruan, letëm tregon. Miq, ju përshëndes, ju dua me zemër, e kalofshi mirë.